Tani, pikrisht për këtë qëllim, është paraqitur këtu në këtë tabelë. Kjo është matrice, në të cilën krahasohet paragraf për paragraf. Krahasohet paragraf për paragraf. Raporti, si që ishte, si që paraqit nga komisioni në shkurt të 2026-ës, në raportin si që miratue nga Koela në maj, me 21 maj të vitit 2026 dhe që dërguë Koreper Këshillit të Ambasadorëve. Një punë jashtëzakonisht serioze. Si të shifni, është ndërhyrë direkt në strukturën e dokumentit. Nga faqja 1 deri në faqen 5, rënditeshin vlerësimet përgjithshme për progresin e Shqipërisë në raport të shkurtit. Kryq, viz, hiqen totalisht, i hequr. Dokumenti i unifikuar fillon direkt me draft pozicion. Seksioni hyrjes i laleve dhe luleve hidhet në kosh. Çfarë është ky sinjal diplomatik? Shumë i fuqishëm. Eliminohet tërësisht narrativa e progresit të Shqipërisë. E kuptoni apo jo? Tre faqet mbushura me këtë narrativ. Dhe kalohet direkt në kërkesat ndaj standardeve. Pra, ky është një shërbim i madh. Imagjinoni ju po t'ishin ato se çdo bënin mediat e qeverisë duke manipuluar dhe mashtruar shqiptarët. Asnjë fjalë. Dy. Zgjedhjen bashkiake. Një gjuhë e përgjithshme në faqen 7 ekzistonte në shkurt. Në maj kërkohet zbatim në kohë dhe efektiv në prag të zgjedhjeve të gjitha kërkesave të OSBE-ODIR-it. Pra, në qoftë se ajo ishte me gjuhë të pambukt, hiqen doreza dhe i përplasën të gjitha Edi Rams. Bëhet presion kohor, pra. I qartë lidhur në zgjedhjet e ardhshme. Nuk është qeveria nuk besohet ma për zgjedhjet. Kapitale. Ndryshimi kapital.
e pa imagjinueshme. Nuk ekziston fare asgjë në raportin e Shkurtit. I shkruar me lobigje. Çfarë thot raporti i majt, i bari i majt, i njëse i majt? Shqipëria duhet të sigurojë garë të barabartë, sepse nuk ka patur garë barabartë në zgjedhje. Duke marrë masa kundër keq përdorimit të burimeve shtetërore dhe institucioneve. E thot raporti, nuk ishte një fjalë, e shtuar. Duke marrë masa kundër keq përdorimit të burimeve shtetërore dhe institucionale. Dhe më tej godet në mënyrë fatale rrjetet terroristet patronazhistëve. Sigurisht aty nuk përdoret fjala terrorist, por ja ku e keni ndikimin e rrjeteve të patronazhimit. Çka do thotë se këto rrjete janë bërë famzeza në Bashkimin Evropian, në Europë dhe në botë. I keni parasysh ju lavdrimet që u bën Edi Rama terrorizmi elektoral, patronazhizmi dhe krenaristi. Ja ku i ka. Raporti i Shkurtit asnjë fjalë. Coelho, erdhi në fact-finding mission në Shqipëri. Ai vjen periodikisht, është vërtet atë. Nuk është se nuk mund të them se ky ishte nis me opozicë ardhja aty. Jo. Erdhi i pa gjëra në vend dhe shtoi pra antifarsën elektorale, masat antifars. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit, kritik e drejt për drejt ndaj Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe terroristëve elektoral antar të këtyre rrjeteve.